Përshëndetje, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Në përvjetorin e parë të ndarjes nga jeta të Ismail Kadares, figurat e njohura u mblodhën në Tiranë për të nderuar me kujtime dhe vlerësime. Helena Kadare, Elisa Spiropali si dhe figurat e tjera theksuan madhështinë e tij si simboli qendresës dhe lavdis kombëtare. Ndërkohë, Bashkia e Gjirokastrës organizoi një aktivitet përkujtimor në nderim të kolosit të letrave shqipe. Në ceremoninë që u mbajt në shtëpinë muze të shkrimtarit, u theksua kontributi pazvendësueshëm i Kadares në letërsinë kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe rëndësia që ka trashëgimia e tij për brezat e rinj. Studiues nga vende të ndryshme të botës u bën bashkë në qytetin e Gut në Kongresin e Kërkimeve Shkencore dhe Akademike. Ky organizim vjen si bashkëpunim i universiteteve Qeremçabej dhe Karamanolu Mehmet Bey në Turqi. Për Universitetin e Gjirokastrës, ky aktivitet shënon një hap të rëndësishëm drejt të ndërkombëtarizimit dhe zhvillimit të kërkimit shkencor. Në katedralen Ngjallja e Krishtit në Gjirokastër u zhvilluan omazhe në nderim të mitropolitit të Gjirokastrës Imzot Dimitrit. Dhjetra qytetar, besimtar dhe përfaqësues të institucioneve morën pjesë për t'i dhënë lamtomirën e fundit klerikut të lartë, i cili ka shërbyer për vite me përkushtim në këtë komunitet. Ju njohim tani më gjerësisht. Në përvjetorin e parë të ndarjes nga jeta të Ismail Kadares, figurat të njohura u mblodhën në Tiranë për ta nderuar me kujtime dhe vlerësime. Helena Kadare, Elisa Spiropali si dhe figurat të tjera theksuan madhështinë e tij si simboli qendresës dhe lavdis kombëtare. Në përvjetorin e parë të ndarjes nga jeta të shkrimtarit të madh Ismail Kadare, figurat të njohura të jetës publike, kulturore dhe akademike u mblodhën për ta nderuar në një ceremoni përkujtimore në Tiranë. Bashkëshortja e tij, Helena Kadare, në fjalën e saj u shpreh se shkrimtari luftoi dhe mbijetoi ashtu sikurse vendi i tij Shqipëria. Sërish, kur bëhet fjalë për figurën e Ismail Kadares, unë jam e ndjeshme ndaj tonit editar të folësve dhe vlerësimin që i bën atij veprës së tij, ata veprës së tij letrare. Ismail Kadare është një shkrimtar shqiptar që e ngriti metaforën e tij letrare në nivelin e frymarrjes kombëtare. Kryetarja e Kuvendit, Elisa Spiropali, tha se Kadare nuk ka nevojë për lavdërime, pasi ai vet ishte dhe mbetet lavdia. Edhe pse Kadare i është rikthyer tokës si rrënja më e çmuar e identitetit shqiptar, ai i përket qiellit më të epërm të vlerave njerëzore universale. Në 20 përbashkët u sollën edhe kujtime dhe vlerësime nga figura të tjera publike. Skënder Gjinushi e cilësoi humbjen fizike të Kadares si një nga më të mëdhat për letërsinë tonë. Bujar Hudhri, botues dhe mik i afërt, solli një kujtim të ngrohtë nga përditshmëria me Kadaren. Ne do të jemi gjithnjë mirënjohës për gjithçka ai la si trashëgimi i popullit shqiptar me kremtërinë e tij. Në këtë rrugëtim të gjatë, para fatin lumtur të shihja nga afër mbretërinë e krijimit pranë një gjeniu si Kadare. Vepra e tij përçoi elemente të qartë disidence ndaj vizionit të regjimit për botën për të shkuar në të ardhmen. Ismail Kadare u nda nga jeta në korrik të 2024-s, në moshën 88 vjeçare. Ndërkohë, Bashkia e Gjirokastrës organizoi një aktivitet përkujtimor në nderim të kolosit të letrave shqipe. Në ceremoninë që u mbajt në shtëpinë muze të shkrimtarit, u theksua kontributi i pazvendësueshëm i Kadares në letërsinë kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe rëndësia që ka trashëgimia e tij për brezat e rinj. Edhe pse Ismail Kadare nuk jeton më fizikisht mes nesh, ai kujtohet përmes veprave të tij të shumta, shtëpisë muze, e cila vizitohet nga turistë nga e gjithë bota dhe jo vetëm, por edhe nga vendas, të cilët kujtojnë me krenari veprat dhe jetën se çfarë ka bërë ky autor kaq i madh në qytetin e Gjirokastrës. Një vit pas ndarjes nga jeta, shkrimtari shqiptar Kadare, më i shquar brenda e jashtë kufive të vendit, është përkujtuar pikërisht në shtëpinë e tij muze, në një aktivitet të organizuar me nxënës të shkollave, të cilët kanë recituar poezi të korifeut të letrave shqipe. Në një qytet dhe rrallë shqipit, Sara, edhe më du pak e çuditshme, si edhe kjo vjesht, ky mëngjes, qiejt e ngrisur pa lejlek dhe shira, pa lëbër në mes.
Sot është një vjetori i ndarjes fizike të shkrimtarit Ismail Kadare. Ndarja nga jeta e gjeniu të letrave na forcon bindjen se ai ishte, është dhe do të mbetet në çdo faqe libri, në çdo kohë do të shkëlqej përmes botimeve që lasi pasurinë më të vyer të një kombi. Me veprën e tij, Kadare i dha zë një kombi të vogël në një botë të madhe. Ai mbetet një ndriçues pasi Shqipërisë i la një pasaportë shumë të rëndësishme, atë të kulturës, dhe ne sot në përvjetorin e tij nuk e kujtojmë atë me trishtim, por me shumë mirënjohje dhe falenderime. E falenderojmë gjeniun e letrave shqipe pasi Gjirokastrën, qytetin më të bukur në zonën e jugut, e bëri kryelark në arenën ndërkombëtare. Muzeu Kadare mbetet një ndër pikat më kryesore për turistët, ku në 5 muajt e parë të vitit është vizituar nga rreth 3500 vizitorë vendas e të huaj. Qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri për administrimin e bashkëpronësisë në banesat kolektive. Ligji synon përmirësimin e menaxhimit të hapësirave të përbashkëta dhe rritjen e cilësisë së jetesës në zonat urbane. Ministri Arbian Mazniku prezantoi nismën në Komisionin për Ekonominë dhe Financat. Risia kryesore është krijimi i librit të bashkëpronësisë që do të përcaktojë qartë detyrimet e banorëve dhe hapësirat e përbashkëta. Ligji i ri për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa mbar detyrime për bashkëpronarët dhe përcakton standardet e administrimit të ndërtesave si dhe detyrimin për regjistrimin e aktit të bashkëpronësisë. Në këtë mënyrë do të ketë edhe një rritje të detyrimeve të banorëve për të paguar çdo muaj. Ky ligj u diskutua në Komisionin e Ekonomisë. Ligji parashikon që tarifa vendoset nga asambleja, por parashikon që në rastin që një asambleja nuk e ka vendosur tarifën për një arsye ose një tjetër, në atë moment administratori mund të përdor atë që quhet tarifa referencë që nxjerr bashkia. Dhe çdo bashki do miratojë një çmim reference për një tarifë referencë. Për grupet vulnerabël, tha ministri i pushtetit vendor Mazniku, do të vinë në ndihmë bashkia. Për sa i përket grupeve vulnerabël, i jepet mundësia dhe detyra bashkive që të vlerësojnë rast pas rasti dhe të mbështesin si për tarif grupet vulnerabël, ashtu dhe për mirëmbajtjet e qëndësishme kur duhet bërë. Kryesia ka të drejtë të autorizojë edhe vënien në hipotekë ligjore të pasurisë së bashkëpronarit, kur kjo është e domosdoshme për të siguruar pagesën e tarifës së administrimit dhe mirëmbajtjes së pashlyer për të paktën 6 muaj. Studiues nga vendet të ndryshme të botës u bën bashkë në qytetin e Gurtë në Kongresin e Kërkimeve Shkencore dhe Akademike. Ky organizim vjen si bashkëpunimi i universiteteve Ekrem Çabej dhe Karamanlu Mehmet Bey në Turqi. Për Universitetin e Gjirokastrës, ky aktivitet shënon një hap të rëndësishëm drejt ndërkombëtarizimit dhe zhvillimit të kërkimit shkencor. Universiteti Ekrem Çabej mikpriti sot Kongresin e Kërkimeve Shkencore dhe Akademike, një nga aktivitetet më të rëndësishme ndërkombëtare të organizuar nga ky institucion i arsimit të lartë në bashkëpunim me Universitetin Karamanlu Mehmet Bey të Turqisë. Pjesë e tij u bën studiues akademike kërkues shkencor nga më shumë se 15 vende të botës si Turqia, Polonia, Izraeli, Kameruni, Nigeria, Tajvani, Maqedonia e Veriut, Kosova e të tjerë. Selva Akademik Araştırmalar Kongresi. Konferenca jonë është një konferencë e cila do të marrin pjesë rreth 200 pjesëmarrës, të cilët do jenë fizik dhe online. Qëllimi i kësaj është për me zhvillu dhe me rrit marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Turqisë. Ne me anë të kësaj konference ne synojmë që të njihet në platforma ndërkombëtare Universiteti Ekrem Çabej dhe Universiteti i Karamanbeut. Katılımcılara buradan teşekkür ediyorum. Kongresi është edhe një formë konkrete për të nxitur zhvillimin rajonal përmes edukimit, përmes shkencës dhe përmes bashkëpunimeve që kanë ndikim afatgjatë. Ky është një kontribut i drejt për drejt i universitetit në zhvillimin e qytetit dhe gjithë rajonit të jugut. Është një aktivitet i cili është në shërbim të zhvillimit të komunitetit, është një event i cili do të sjellë konkluzione shumë të rëndësishme shkencore në fusha të ndryshme, sepse vetë tematika e këtij kongresi është multidisciplinare dhe përfshin shumë fusha studimi, të cilat ne shpresojmë që konkluzionet e tija do të jetë një ndihmë e madhe jo vetëm për pushtetin vendor, por për gjithë rajonin dhe më gjerë. Në ato që kam parë deri tani,
në abstraktet e këtyre konferencave, ka një nivel shumë të kënaqshëm shkencor, të cilat janë vlerësuar në Komiteti Shkencor i Universitetit tonë dhe në Komiteti Shkencor i Universitetit Turqisë dhe kanë pasur vlerësimet maksimale. Natyrisht ky është hapi i parë i bashkëpunimit me këtë universitet, në të ardhmen bashkëpunimi ndërmjet nesh do të eci akoma dhe mëtej, e cila do të përfshi shkëmbime të stafeve akademike, shkëmbime të studentëve dhe mobilitetet të ndryshme. Ndoshta, pasi takimi që unë do të zhvilloj tet-a-tet me rektorin e këtij universiteti, profesor Gafgalin, do të vëmë disa ide ose do të zbatojmë edhe në treg disa ide për të shtrirë ndoshta dhe programe të dyfishta dhe të përbashkëta, të cilat do të vinë në ndihmë studentëve tanë dhe stafit akademik. Kongresi zhvillohet njëkohësisht në 5 salla paralele, ku trajtohen tematika nga fushat e shkencave sociale, edukimit, ekonomisë, shkencave mjekësore, sportit dhe arteve. Gjithashtu, prania e studiuesve ndërkombëtar në qytet sjell edhe një dimension të ri, atë të turizmit shkencor që ndihmon në promovimin e Gjirokastrës për te kofive kombëtar. Përhapja e sëmundjes murtajës ruminantëve të vegjël në zonën e Libohovës ka vënë alarm edhe njësit përreth. Bashkia Dropull ka reaguar me masat menjëhershme parandaluese për të mbrojtur blegtorin dhe ekonominë e zonës. Ndërkohë që Këshilli Bashkiak miratoi kërkesën për ngritjen e një vend strehimi të ri për kafshët si pjesë e planit të gatishmërisë dhe menaxhimit të riskut. Strukturat vendore të drejtorisë së bujqësisë në Dropull iniciuan një nisëm për ndryshimin e vendodhjes së varroshjes të kafshëve të ngordura. Madje, pas rastit me murtaj të ruminantëve të vegjël në një fermë të bashkisë Fqinja të Libovës, kjo nisëm erdhi për shqyrtim e procedurë të përshpejtuar në Këshillin e Bashkisë së Dropullit. Sëmundja e murtajës që u shfaq ditët e fundit në qarkun e Gjirokastrës ka detyruar specialistët e drejtorisë së bujqësisë në Bashkinë e Dropullit që të ndërmarrin nisma për të rimiratuar qendrën e grumbullimit të kafshëve të therrura në zonën dhe në fushën e Dropullit. Sipas drejtuesve të bashkisë, vendodhja e re e varroshjes së kafshëve plotëson të gjitha kriteret urbanistike dhe ambientaliste. Bashkia Dropull ka marrë gjitha masat që të parandaloj këtë fenomen në blegtorët e bashkisë tonë, në tufat e bashkisë tonë. Kemi bërë disa takime sensibilizuese, bile dhe në dje ishim në zonën e Pogonit, ku të gjithë kryet plekt e fshatrave dhe fermerët barin që kontraktojnë me neve janë të lajmëruar për pasojat e kësaj sëmundje, mënyrën e shmangjes së kontakteve për mos përhapjen e sëmundjes dhe luftimin e kësaj sëmundje. Njëkohësisht, sipas të gjitha rregullave të përcaktuara nga Ministria e Bujqësisë, në Këshillin Bashkiak sot kaluam dhe një vendgroposje të këtyre kafshëve për të mund të ngordhin. Ka pasur më përpara një vendgroposje të kafshëve dhe ku është vendosur tashmë? Bashkia Dropull ka patur të miratuar nga Këshilli Bashkiak një vendgroposje të kafshëve, e cila është përfshirë në parkun kombëtar të lumit Vjosa dhe sipas të gjitha rregullave të zonave të mbrojtura nuk lejohet të ketë vendgroposje kafshësh në këto territore. Në këtë mënyrë Bashkia Dropull vendosi që ta bëj zhvendosjen e këtij vendgroposje në krah të mbetjeve urbane që ka Bashkia Dropull. Këshilltarët e Partisë Socialiste dhe të Partisë Mega miratuan me shumicë vota vendodhjen e re për varroshjen e kafshëve, ndërsa kjo nisëm kundërshtuan këshilltarët e pranishëm të koalicionit Bashkë Fitojmë. Me nisjen e temperaturave të larta në Gjirokastër janë regjistruar vatrat e para të zjarreve kryesisht në zona me bimësi të thatë. Shërbimi zjarfikës i bën apel blegtorëve dhe fermerëve që të tregojnë kujdes maksimal gjatë punëve bujqësore dhe djegjes së barrave, pasi rreziku për përhapje të flakëve është i lartë. Ndërkohë që kërkohet edhe bashkëpunimi i komunitetit për të ndërhyrë sa më shpejt. Me nisjen e sezonit të nxehtë të verës, shërbimi zjarfikës i Gjirokastrës ka regjistruar vatrat e para të zjarrit në zona të ndryshme të qarkut. Autoritetet apelojnë blegtorët dhe fermerët që të tregojnë kujdes maksimal gjatë aktiviteteve të përditshme për të parandaluar përhapjen e flakëve dhe dëmet që ato mund të shkaktojnë. Kanë qenë disa vatra zjarri që janë kapur në kohë nga shërbimi jonë dhe janë shuar plotësisht. Sipas të dhënave që kemi, zjarri në Palokastër ka qenë një zjarr në pakujdesia, ku dy të moshuar kanë
mendojmë se ka dalë zjarri nga obori i shtëpisë të dy të moshuarve, kurse në Arshilengo zjarri ka qenë nga pakujdesia, duke qenë se i zoti i shtëpisë bënte një stall për bagtit. Në Saldimi mendojmë se shkaktuar dhe zjarri. Ju bëj një apel gjithë blegtorëve të bëjnë kujdes, sidomos në kullotat e tjere, për zjarrvënjet, sepse masat janë të repta. Me Policinë e Shtetit kemi një bashkëpunim shumë të mirë, kur në çdo vatë zjarri kemi një bashkëpunim të mirë për vënien para drejtësisë të gjitha autorëve të zjarrvënieve. Shërbimi zjarfikës tekston se bashkëpunimi i qytetarëve mbetet vendimtar për të mbrojtur mjedisin dhe jetën e komunitetit në çdo rast zjarri apo rreziku. Duhet njoftuar menjëherë në numrat e urgjencës për të bërë të mundur ndërhyrjen në kohë. Kisha e profetit Ilia është një nga monumentet e trashëgimisë kulturore në Stegopull të Gjirokastrës. Ky objekt është shpallur monument kulture kategoria e parë në qershor të vitit 1973. Tipologjia e tij është një kishë ndërtuar në vitin 1624. Piktura murale është një vepër e Konstantinit, djalit të Mihalit nga Linotopi dhe nxënësit të tij Nikola. Këtë e tregon edhe mbi shkrimi në portën e brendshme të kishës, e cila mbetet një nga kishat më të ruajtura në këtë zonë. Manastiri i Stegopullit mbrohet dhe mirëmbahet me fanatizëm nga banorët dhe Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër si një nga krenaritë e kësaj treve. Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është i tipit në formë kryqi me kupol, triapsidal me përmasa të brendshme 6.60 x 3.60 metër. Proporcionet e zgjatura të naosit kanë kushtëzuar një zhvillim jo të barabartë të krave. Në bërthamën qendrore, në formë drejtkëndshi, ngrihet kupola mbi një tambur të lartë. Në anën perëndimore, naosi lidhet me narteksin, i cili mbulohet me qemer cilindrik gjatësor. Në narteks hyhet nga porta në anën perëndimore, mbuluar me arkitrat të rafsht, mbi të cilin në një kamare ruhet data 1777 dhe 1889. Data e parë është ajo e ndërtimit të narteksit, e dyta e ndonjë rindërtimi të mundshëm. Së fundmi, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër ka sistemuar muret rrethuese të cilat ishin dëmtuar, si dhe pastroi bimësinë në mjediset brenda mureve rrethuese të kishës, si dhe hapësirës rreth saj. Irma Tako është një nga emrat më të spikatur në sportin e raftingut. Në një fushë që prej vitesh është dominuar nga meshkujt, ajo ka zgjedhur të bëjë ndryshimin. Me pasion dhe këmbgulje, Irma është bërë udhëheqëse në guida rafting në lumin vjosë dhe një shembull frymëzimi për gratë që duan të thyejnë bariera. Irma Tako është një grua e guximshme dhe vendosur, e cila po thyen tabut, duke zhvilluar sportin e raftingut në rrjedhën e egër të lumit Vjosa. Për më shumë se 4 vite, ajo ka qenë një prej figurave kyçe që ka drejtuar këtë aktivitet aventuresk dhe unik, duke krijuar jo vetëm një eksperiencë të paharrueshme për adhuruesit e raftingut, por edhe duke sjellë një frymë të re. Është le të themi kryesisht një botë burrash. Por vështirësi nuk e kam shumë tek ndoshta vështirësitë fizike, sa pak me mentalitetin tonë. Për burrat është vështirë që të pranojnë edhe një grua në një ambient kaq mashkullor. Irma thekson rëndësinë e funksionimit të turizmit në bazë të standardeve të larta për të garantuar sigurinë e sporteve dhe ruajtjen e ambientit natyror. Ajo punon çdo ditë për të ngritur nivelin e shërbimit dhe për të treguar rëndësinë e respektimit të natyrës. Standardet e sigurisë dhe të higjienës të jenë në maksimum. Gjithmonë, çdo ditë ka vend për të përmirësuar, çdo ditë neve dedikohemi për të përmirësuar dhe ndjehemi shumë krenar për këtë gjë. Irma Tako me punën e saj po dëshmon se përkushtimi i sinqert dhe profesionalizmi mund të ndryshojnë perceptimin dhe të nxisin zhvillimin e një aktiviteti që jo vetëm promovon sportin, por edhe natyrën dhe kulturën vendase. Në fund të ditarit informativ do të mund të ndiqni një material më të zgjeruar.
Në katedrale, ngjallja e Krishtit në Gjirokastër u zhvilluan omazhe në nderim të mitropolitit të Gjirokastrës Imzot Dimitrit. Dhjetra qytetar, besimtar dhe përfaqësues të institucioneve morën pjesë për t'i dhënë lamtumirën e fundit klerikut të lartë, i cili ka shërbyer për vite me përkushtim në këtë komunitet. U përcoll sot për në banesën e fundit mitropoliti i Gjirokastrës Hirësi Dimitri, i cili u ndal nga jeta në moshën 84 vjeçare. Me këtë rast, u mbajt shërbesa në kujtim të tij në kishën katedrale Ngjallja e Krishtit në Gjirokastër, ku të pranishëm ishin besimtarë të shumt nga Gjirokastra. Zonat përreth, si dhe nga mitropolitë e tjera të vendit, ndërkaq nuk kanë munguar përfaqësuesit e pushtetit qendror dhe vendor, si dhe komunitetet e tjera fetare, të cilët nderuan kujtimin e mitropolitit të ndjer. Besimtarët janë shprehur për vlerat që Hirësi Dimitri përcillte dhe për kontributin e vyer që dha për ortodoksinë në rajonin jugor. Si një njeri shumë të mirë, i qetë, shumë i respektuar, i dashur, si një baba, tamam si një baba, i cili kujdeset për të gjithë grigjen e vet e për gjithë besimtarët. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij, të pret në paqe. Dhe Zoti që themi ne ta vendos me të drejtët, atje ku e takon dhe ku e ka vendin vërtet. Apo ta janë në erthëmë. Nga Janina për të përcjellë në banesën e fundit Imzot Dimitri. Ishte një shpirt i pastër që kishte vetëm dashuri dhe mbrojtje për njerëzit. E njohur që prej mbi 25 vitesh. Ishte fjalë ëmbël dhe nuk kishte dallim mes njerëzve. Faktikisht ai ka ardhur përkohësisht atëre, siç vinin gjithë për disa muaj sa të ndihmonin në fillim edhe të iknin, por mbeti këtu sepse njerëzit e deshin edhe të gjithë e deshin. Ishte jo njeri i shumë fjalëve, por ishte njeri i veprës. E donte shumë Zotin edhe Krishtin edhe ishte njeri shumë i drejtë. Ka ndihmuar mira njerëz, si këtu në Gjirokastër, por edhe në gjithë Shqipërinë, sidomos të rinjt, të cilët kishin nevojë për mbështetje jo vetëm financiare, por edhe mbështetje shpirtërore, që ndiheshin të vetmuar. Edhe për mua ishte një baba shpirtëror, do më mungoj. Unë kam marrë nga Londra, dje, edhe sot marrë pjesë edhe t'i them lamtumirën e fundit. Trupi i Hirësi Dimitrit do të prehet në ambientet e kishës së Shën Premtes në fshatin të Rihat të Bashkisë Dropull. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë minuta kopshit.